Nisma kampioni leximit veror ka mbledhur këtë të njëjtën në bibliotekën Shefqet Musaraj fëmijë të klasave të ciklit fillor në një bashkëbisedim me poeten Zamira Galliu. Në këndin e fëmijëve të bibliotekës të Vegjëlit i ka përshëndetur drejtoria Iltana Koleka. Me zemër të mbushur me gëzim ju përshëndes të gjithëve dhe ju uroj mirëseardhjen në aktivitetin ton të dashur kampioni i leximit veror. Një nismë e iniciuar sot me shumë dashuri, me dëshirën për t'i dhuruar fëmijëve tanë një verë ndryshe, plot dritë e imagjinat dhe lexime që lën gjurmë. Vetë poetja Galliu tregon për fshirjen e saj në këtë nismë që synon mirë edukimin e fëmijëve në leximin e sa më shumë librave. Jo rastësisht kam zgjedhur bibliotekën, sepse biblioteka është vendi më i përshtatshëm për të zgjedhur librat për pushimet verore e fëmijët. Iniciativa ime është që t'i mbajmë sa më afër fëmijët me librin, duke i larguar nga rrjetet sociale, nga telefoni dhe gjithçka tjetër. Dhe janë fëmijët e ciklit të ulët, nga klasa e parë deri në klasën e 4, sidomos klasa e parë dhe e dytë, që duhet të vazhdojnë të lexojnë gjatë pushimeve verore për mos të harruar shkrimin dhe leximin që kanë mësuar gjatë abetares. Më pas, shkollarët e vegjël kanë interpretuar pjesë të librit me poezi satirike. Është e jotja. Mund të bëja atë që dua me këtë lodër. Sigurisht, është e jotja. Mund të bësh ç'të duash. Atëherë po ta falë. Një zotëri në restorant. Kamarier, një mis në pjatë. Ta sjell unë me një herë. Nisma kampioni leximit, sipas organizatorëve, ka si kryefjalë mesazhin: një verë e lexuar është një verë e paharuar, ndërsa në shtator do të shpall dhe kampionin e vogël të leximit.